Sot bashkë me banorët e kësaj zone të vjetër e të rëndësishme qytetit, periferike, po inspektojmë përfundimin e punimeve të rrugës Qemal Butka dhe 4 rrugëve tjera të kësaj lagje. Janë nështruar një procesi ndërtimit tërësor me punimet infrastrukturës, trotuare, ndriçim, asfaltim, siç u shprehen dhe vetë banorët, për herë të parë në kujtesën e tyre, Balta është zbrapsur dhe kjo pjesë e qytetit ka marrë dimensionin qytetar të rrugëve të shtruara, ndërkohë që të gjitha ndërhyrjet e bëra për zgjerimin e rrugëve janë shoqëruar nga punimet tashmë karakteristike të Bashkisë Tiranës, karakteristike qytetare të mureve të rindërtuara me kangjella të profilit urban europian, do të thojë. Por unë do doja të shprehja si kryetari i Bashkisë për kushtimin tim për të vazhduar me punët e mëdha që na presin akoma në këtë qytet, për të përmirësuar jetën e banorëve të qytetit, cilësinë e jetës tyre, në çdo cep, në qendër apo në periferi, dhe për ta bërë këtë jo me moton shumë zhurmë e pak punë, por me moton shumë punë e pak zhurmë. Unë kam 47 vjetë martesë këtu, në Selit. Na mbyti Balta, Pisliku, e kisha kuzhinë puro me kanalin. Për 22 vjetë këtu në Selit, nuk është bërë asi rrugë, asi asfalt. Kjo është rruga e parë që bën Bashkia e Tiranës dhe jemi shumë të kënaq dhe faleminderit shumë për kryetarin e Bashkisë